Letra për familjen, reflektim dhe emocione gjatë festave nga shtëpia e Big Brother Kosova, familja ime e dashur, po ju shkruaj këtë letër në këto ditë të festave, duke menduar me gjithë zemër që jeni mirë dhe të lumtur. Edhe pse ndodhem larg jush fizikisht, mendja dhe zemra ime janë gjithmonë pranë jush. Çdo ditë që kaloj këtu është një sfidë, një luftë për të treguar se çfarë kam arritur dhe për të përballuar provat që Big Brother Kosova më ka vënë përpara. Ka momente që ndihem shumë i lumtur. Kur mendoj për arritjet e mia, për mënyrën si jam përpjekur të ruaj ndershmërinë dhe karakterin tim, ndihem krenar. Jam krenar për atë që kam bërë dhe për rrugën që kam ndjekur deri këtu. Por ka edhe momente kur malli për ju më shtyp thellë në zemër. Çdo foto, çdo kujtim nga shtëpia më bën të ndjej dhimbjen e mungesës tuaj. Më mungon zëri juaj, aroma e ushqimit që bëni, bisedat e qeta dhe ato momentet e vogla që shpesh harrohen, por që kanë vlerë të madhe. Jam rritur me ju dhe për ju kam marrë shumë force. Nga ju kam mësuar çfarë do të thotë të jesh i vendosur, i durueshëm dhe i drejtë. Ju më keni mësuar të jem person i fortë, por edhe të jem i ndjeshëm, të kuptoj emocionet dhe të ruaj lidhjen me njerëzit që dua. Edhe këtu brenda shtëpisë, çdo sfidë, çdo konflikt dhe çdo moment i vështirë më bën të kujtoj mësimet tuaja dhe të gjej forcë për të vazhduar. Ka ditë kur sfidat duket se nuk kanë fund. Konfliktet me banorët, lojrat emocionale, tensioni i kamerave dhe presioni i publikut janë gjithçka që duhet të përballoj. Por edhe këtu, mes gjithçkaje, unë gjej forca dhe qetësi duke menduar për ju. Ju më jepni kuraj që të mos dorëzohem, që të jem i sinqert dhe të vazhdoj të luftoj për atë që dua të jem. Ndonjëherë më duket sikur dita nuk do të kaloj kurrë dhe se ndjenja e mallit për ju do të mbetet e pandryshuar. Por atëherë ndjej se dashuria juaj më mban gjallë, më bën të qëndroj i fortë dhe më rikthen buzëqeshjen. Çdo fjalë, çdo kujtim dhe çdo mesazh i vogël që marr nga